Kryetari i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti ka shprehur sërish dëshirën e tij për koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kryeministri në detyrë Kurti thekson se koalicioni i duhur do të ishte ai me LDK-n, madje ai përmendi 3 votat e nismës. Sipas tij, vendi duhet të ketë opozitë, duke shtuar se nuk e përkrahin idenë për qeveri tranzicionale. Unë i kam ofruar LDK-s për shkak se konsideroj që më sa afërmi në bashkëqeverisje, edhe sa i përket orientimeve dhe përvojave, por edhe sa i përket elektorateve tona, do të ishte koalicioni i duhur. Vendendosje plus LDK-s, plus pakisat jo serbe, do të bëj 77 deputet, 57 jemi dhe 20 e LDK-s, do të bëshim 77. Madje nëse na shtojnë edhe 3 të nismës, do të bëhemi 80. Edhe për marrëveshje ndërkombëtare, kjo që besojmë është rruga e duhur përpara, dhe unë nuk jam për ato solucionet, qeveri teknike, qeveri tradicionale, të cilat e lën Kosovën pa opozit, ka thënë Kurti. Ai ka përmendur ftesat që u bëri PDK-s dhe LDK-s në tentim për të dalë nga Gërçi, që sipas tij takimi teatral përfundoi pa sukses. Kurti ka thënë po ashtu se pa nismën në zgjedhjet e 9 shkurtit, AAK-ja do të mbetej në prag. Ai ka treguar sepse nuk ka një marrëveshje me kryetarin e nismës socialdemokrate, Fatmir Limajn. Kurti tha se është mirë që Limaj me nismën është kthyer në Kuvendin e Kosovës dhe se kjo parti do të duhej të ishte parti si motër me lëvizjen Vetëvendosje. Takimet kanë kaluar në një atmosferë ku është rritur besimi, ku është rritur mirëbesimi, vullneti për bashkëpunim. Mirë po kur nuk ka pasur mosmarrëveshje, thjesht për shkak të një insistimi para kushti, madje as kushti, për bashkëpunim në të ardhmen për pozitën e kryeparlamentarit. Tashmë jam në koalicion parazgjedhor me Guxo dhe Alternativa, një parti me 3 deputet, të japim kryeparlamentarit, kur e kam një parti që është 2 fish për nga numri i deputetëve. Kjo e dëmton arkitekturën e marrëveshjes paraprake, që VV-ja e ka me Guxo dhe Alternativa, dhe nuk ishte një gjë e mundur, ka thënë Kurti, ndërsa ai tha se PDK-ja nuk i duhet në qeveri. Anipse Menmi Krasniqi e kishte ftuar në takim për të dalë nga Gërçi. PDK-si duhet dhe një mandat në opozit, mezi pas 20 vjetësh e nxorëm në opozit dhe nuk e kuptoj pse ka zgjedhur për ta rikthyer në pushtet, ka thënë Kurti.